Krenar për origjinën. Ylli i serialeve turke publikon video duke kërcyer me flamurin shqiptar, djali i nënës. Aktori shumë i njohur në Turqi, Burak Yörük, ka prejardhje shqiptare dhe nuk nguron asnjëherë që ta tregojë origjinën e tij. Së fundmi ai ka postuar në Instagramin e tij një video teksa shijon kërcimin në tingujt e muzikës shqipe, teksa në sfond luhet kënga Shqipëri moj nëna ime, ku në epiqendër duket flamuri kuqezi. Po ashtu, para disa ditësh, Burak ka publikuar një foto ku duket mjaft i pashëm, por ajo që mori vëmendje në të gjithëve ishte përshkrimi që i kishte vendosur krahas këtij imazhi. Djali i nënës, ka shkruar aktori në shqip duke u treguar të gjithëve gjuhën e bukur, atë të zemrës së nënës së tij. Kujtojmë se më herët Burak ka zbuluar se ka prejardhje shqiptare përmes një video të publikuar në YouTube. Nëna e Burakut është shqiptare, mirëpo aktori tha se di vetëm disa fjalë në gjuhën shqipe. I di disa fjalë. Çka po bën? Mirë, ti qysh je? Ka thënë aktori. Ai është përfolur shumë për lidhjen e dikushme me aktoren turke Alina Boz, e cila u bë shumë e njohur nga seriali Mos Malësh o Doron. Sipas mediave turke, Alina për 4 vjet radhazi ishte në lidhje me aktorin me prejardhje shqiptare Burak Yörük, por papritmas, dyshja nuk u pan më.